Ndërmjet miq, mirë se ritakojmë sërish në kjo është koha, erdhi momenti që të jemi sërish së bashku, duke shpresuar, duke lutur Zotin që këto ditë të qenë të begata për ju dhe për gjithë muslimanët anë kënd botës. Ju ftoj që të trajtojmë një temë e cila besoj do të na pasurojë këtë Ramazan, do të na bëjë më të begatë. Do të flasim për Ramazanin si muaj i afrimit me Zotin. Zemrat e gjithë besimtarëve në këtë muaj janë ndryshe, janë më afër me Zotin, janë më afër, janë të mbushura më tepër me besim. E gjë e cila reflektohet dhe në atmosferën e tyre, në familjet e tyre, po dhe në jetën e tyre, mënyrën se si jetojnë, se si bëjnë biznes, se si kalojnë pushimet, se si po themi jetësojnë këtë besim në çdo detaj të jetës së tyre. Për të folur mbi disa këshilla, për të marrë disa orientime, disa këshilla se si ta kemi zemrën tonë më afër Zotit, jo vetëm në muajin e Ramazanit, por si gjatë gjithë vitit, ne kemi sot kënaqësinë që të kemi prezant miftiun e Sarandës, Hoxhën nderuar Bledar Mullaj. Mirë se vini nderuar. Mirë se vjen, Allahu nderoft. Hoxh, në këtë Ramazan si thash, muslimanët ndihen më ndryshe. Janë agjërueshëm, janë më afër njëri tjetrit, janë më afër adhurimeve. A do thotë kjo se për shkak se Ramazani na afron me Zotin, ndihemi ndryshe? Atëherë, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Edhe një herë Zoti ju nderoft për që na bët pjesë të kësaj bisede. Dhe lutim Zotin e lartësuar që të përcjellim diçka të dobishme për veten tonë, por njëkohësisht edhe për publikun. S'ka dyshim se një prej dhuratave më të mëdha që Zoti i lartësuar u mëson njerëzve në përgjithësi, por në veçantë dhe atyre njerëzve të cilët e kanë zemrën të lidhur me Zotin dhe njëkohësisht i jetësojnë dhe i shijojnë këto sezone të Allahut të lartësuar, siç jemi konkretisht në muajin e begat të Ramazanit. S'ka dyshim se i vjelin, i shijojnë këto paket mirësish dhe bereqetesh dhe bekimesh që Zoti i lartësuar i lëshon dhe njerëzit i mbulon në këto sezone. Dhe një prej shkaqeve kryesore dhe një prej urtësive sepse Zoti i lartësuar i ka caktuar pikërisht këto sezone është se i do që të ketë njerëzit më afër tij. Pra të jenë shpirtërisht, psikologjikisht, të jenë njëkohësisht edhe me vepra, me kontribute, të jenë më afër Zotit të lartësuar. Pra duket sikur nuk janë thjesht njerëz ata që duhet të jenë afër Zotit, por duket sikur Zoti kërkon që njerëzit jenë më afër tij. Pra duket si një marrëdhënie e dyanshme ku fillon nga Zoti dhe nga njerëzit. Absolutisht, këtu fillon burimi i të gjithë mirës dhe këtij orientimi apo kësaj mirësie është pikërisht tek Zoti i lartësuar. Dhe nëse shohim ndiku në Kur'anin famëlar, Allahu i lartësuar tregon edhe se çfarë synon nëpërmjet këtyre dispozitave. Dhe thot Allahu dëshiron që ju të jeni gjithmonë të udhëzuar, të ndryshuar. Zoti dëshiron që ju gjithmonë të jeni në udhë të Zotit, të ndiqni modelet më të larta dhe më fisnike që kanë shkelur në tokën e Zotit dhe që kanë jetuar. Dëshiron që të pranoj pendimet tuaja, dëshiron që t'ua lehtësoj. Pra është një paket orientimesh dhe mirësish që synohet nëpërmjet këtyre adhurimeve apo dispozitave dhe në veçantë nëpërmjet muajit begat të Ramazanit. Pra prezenca e bekimeve dhe mëshirës së Zotit në këtë muaj, por njëkohësisht edhe angazhimi shpirtëror, psikologjik që ka njeriu dhe besimtari në këtë muaj, e bën që jeta e tij apo përditshmëria e tij të jetë krejtësisht ndryshe, e veçantë në raport me muajt e tjerë apo me ditët e tjera. Dhe momentet e Ramazanit, veçanërisht kohët e iftarit apo syfyrit apo shkuarjes në xhami janë momente mrekullie për shumë njerëz, të cilët i kujtojnë me nostalgjia Ramazanit dhe i përjetojnë me thellësi gjatë Ramazanit. Kjo për shkak se janë më afër besimit, më afër Zotit. Ka të tjerë të cilët duan të ndryshojnë shumë shkat tek vetja e vet. Ndonjëherë nuk ndjehen të plotësuar, nuk ndjehen të realizuar. Dikush do të bëjë ndoshta një ndryshim rrënjësor në veten e tij. A do thotë se nëse do jemi më afër Zotit, jeta jonë do ndryshojë, po themi edhe për te Ramazanit. A është ky çelësi i asaj që na mungon ose ai është sekreti i cili do të lumturojë jetën tona? S'ka dyshim. Të qenurit afër Zotit dhe të jetuarit me Zotin, të jetuarit me Allahun lartësuar, do të thotë një revolucion në jetën e njeriut, kuptohet revolucion për mirë, do thotë që të jetosh një jetë me qëllime të qarta, me objektiva, të jesh i kthjellët në jetën tënde. Do thotë të jetosh një jetë me një sistem vlerash, me një busull, me një manual, të jetosh një jetë duke mos qenë në panik apo në frikë për të ardhmen, i vetëdijshëm për atë që të ofron kjo dunja
dhe njëkohësisht i përgatitur shumë dhe i angazhuar shumë edhe për atë që të pret për ditën që të takosh Zotin e lartësuar. Pra një jetë e mbushur me shumë kënaqësi, me shumë lumturi, me shumë qetësi dhe një jetë larg ose i zhveshur nga paniku, nga frika, por njëkohësisht edhe i stolisur me vlera dhe me virtyte të larta dhe larg atyre veseve dhe problemeve të cilat njeriu ja vështirësojnë apo ja pamundësojnë arritjen e lumturisë. Të jetuarit me Zotin do thotë, siç edhe ka krahasuar dhe vetë Allahu në Kur'anin famëlart, e ka krahasuar me një gjendje ku njeriu nuk ka shijuar ose nuk ka qenë në jetë dhe pasi e ka pranuar këtë fe, pasi ai i është dorëzuar Zot lartësuar apo ka shpërur gatishmërinë për të jetuar me Allahun, tashmë ka filluar dhe jeton dhe shijon jetën. Pra është një lloj rilindje nëse mund të themi. Absolutisht. Një lloj fillimi i jetës me të tjera parametra, me të tjera këndvështrime. Absolutisht, sepse vetë Allahu lartësuar shpalljen e ka quajtur dhe kjo është në rolin dhe në pozicionin e shpirtit apo të jetës, që pa të është e vështirë ta kuptosh dhe ta shijosh jetën. Të shumtë janë ata që duan ndryshojnë, të shumtë janë ata që duan, po themi, së paku disa gjëra nga jeta e tyre t'i largojnë, mirë po shpesh nuk na lën mëkatet, nuk na lën gjunahet, nuk na lën ato vese të cilat janë bërë pjesë e jetës tonë dhe duket sikur nuk shkëputemi dot nga këto dhe ndoshta këto na mbajnë larg pastaj edhe nga Zoti, edhe nga adhurimet. Situata mund të shkojë deri aty sa ndoshta dikush edhe humb shpresën në kuptimin që nuk bëhem dot besimtar i mirë. Okej, po agjëroj Ramazanin, ndoshta nuk po e lë, po themi këtë adhurim, po nuk bëhem dot ashtu besimtar siç thoni ju, sepse kam këto po themi këto veset e tilla. Çfarë mund të bëjmë në këtë situatë? E para njëherë që është shumë e rëndësishme është që ne që të gjithë jemi robë mëkatar, jemi njerëz mëkatar. Pra, Zoti i lartësuar u drejtohet nëpërmjet shpalljes apo nëpërmjet tyre dispozitave njerëzve të cilët e mbajnë atë peshën e mëkatit ose që të gjithë janë mëkatar. Pra këtu nuk u drejtohet Zoti i lartësuar angjëve dhe melekëve. Kjo është e para. Dhe e dyta, njeriu mëkatar nuk është i padenj për t'u kthyer rrugës së Zotit. Përkundrazi. Njeriu mëkatar vërtet është një njeri i cili ndoshta e ka humbur rrugën në momente të caktuara, në fragmente të caktuara të kësaj jete. Mirë po prandaj vjen dhe muaji begati i Ramazanit, muaji i mëshirës, muaji i pendesës, muaji i reflektimit, në mënyrë që njeriu të kthjellohet dhe të kthehet përsëri të jetuarit me Zotin e lartësuar. Të jetë shumë shpresplot tek mëshira e Zotit, po ama edhe nga ana tjetër të angazhohet për të bërë një revolucion për mirë në jetën e tij, ti lutet fort Zotit lartësuar, siç ne edhe dim prej lutjeve që është e veçantë dhe që duhet shumë përmendur nga besimtarët në muajin e begat Ramazanit është: O Allah, ti je falës, e do faljen, më fal mua. Dhe kjo lutje duhet buroj për të gjithë shpirtrave, për të gjithë zemrave të besimtarëve. Pavarësisht se sa larg janë rrugës së Zotit apo pavarësisht se sa afër janë. Pra është për të gjithë, është një dua që përfshin të gjithë. Absolutisht. Dhe porta e pendimit dhe mëshirës dhe faljes së Zotit lartësuar është e hapur për të gjithë. Pra njeriu mëkatar është një njeri që vërtet e ka rënduar veten e tij me gjuna apo me mëkate, mirë po portat e mëshirës së Zotit janë të hapura. Okej, portat e mëshirës së Zotit janë të hapura, mirë po shpesh puna që bëjmë, rrethi kurim, vendi ku jetojmë, dikush jeton në emigracione të ndryshme, na e bën të pamundur, po themi, shkëputjen nga një rutinë e caktuar e jetës, rutinë e cila brenda saj mund të ketë dhe këto gjunahet, të cilat ndonjëherë mund të jenë dhe të mëdha, mund të jenë dhe të rënda. Kjo na e bën shpesh dhe të pamundur ndryshimin. S'ka dyshim se ambienti ku njeriu jeton, atmosfera që e rrethon, shoqëria me cilin ai shoqërohet, ka ndikim në jetën e tij, ka ndikim në raportin që ai ndërton me Zotin, në mënyrën se si e formon veten e tij dhe karakterin e tij, po edhe raportin që ai ndërton edhe me të tjerët. S'ka dyshim kjo gjë. Dhe për ta përforcuar këtë gjë, ne mjafton të kuptojmë se si ndihemi ne shpirtërisht dhe se si ndihemi ne emocionalisht në muajin e begat Ramazanit. Dhe një prej faktorëve pse ndihemi krejtësisht ndryshe është dhe atmosfera, ambienti, rrethi shoqëror që na shoqëron, mënyra se si garrojmë në punë të mira, mënyra se si jemi larg të keqes. Por këtë gjë e vërtetojmë edhe në momentet që shkojmë edhe në Qabe, qoftë për haxh apo për umre. Ajo atmosfera që është aty dhe njerëzit që të gjithë janë të predispozuar dhe të gatshëm për të bërë punë të mira, automatikisht frymëzohet dhe ndikohet kushdo që shkon aty. Pra aty s'fton njëri për keq, s'ka shok për të bërë pasi gjuna apo mëkate. Absolutisht. Ambienti në mënyrë të pashmangshme ndikon. Mirë po njeriu
është një qenie e fortë. Nëse jeton me Zotin është një qenie e fortë, që arrit të përshtatet edhe me besim, edhe me vlera, edhe me virtyte, edhe duke çuar në vend dispozitat e Zotit lartësuar, edhe në një terren të vështirë. Pra gjithsecili ka forcë brenda vetes, ka potencial për të ndryshuar, ka madje potencial. dhe ndryshime rrënjësore, po themi. Absolutisht, dhe ne kemi raste dhe shembuj të heronjve, besimtarë dhe muslimanë, dhe të njerëzve të cilët jetojnë me halal, jetojnë me dinjitet, jetojnë duke jetësuar dhe duke vendosur në jetë me fjalë dispozitat e Zotit lartësuar në terrene shumë të vështira dhe në ambiente me fjalë që janë. Pra, Allahu na ka dhënë potencialin, na ka dhënë mundësinë, problemi është këtë kapacitet si do ta orientojmë. Muaji begati Ramazanit është ai muaj që ne na nxjerr në pa edhe potencialin e madh që kemi, me mundësitë e mëdha që kemi. Nëse i vëmë në jetë, i zbatojmë, i karikojmë energjitë tona, në një farë mënyrë kemi një plan të mirë përcaktuar me jetën tonë, e kuptojmë që jemi shumë të fortë dhe kemi shumë mundësi. Në jetë shpesh ndodh që të përjetojmë situata, po themi, shkunse, ndoshta në raport me shëndetin, në raport me familjen, në raport me gjërat që na rrethojnë, aq sa duket sikur na rëndojnë këto situata ku duam vetëm të shpëtojmë asaj situate dhe jemi të gatshëm të bëjmë gjithçka, të bëjmë kompromis, të thonë za me djallin, vetëm të shpëtojmë asaj. Prandaj gjejmë njerëz se cilët kudo që dëgjojnë se një fallxhor të ka larguar një situatë ose një vend ku thuhet se nëse të bën kurban aty do të largohet problematik. Pra, jemi në momente të vështira ndonjëherë ku duam vetëm të largojmë hallin dhe problemin ton. Në këtë situatë dikush kthehet tek Zoti, po dikush dhe largohet. Çfarë do këshilloni në këtë situatë? Atëherë, e para njëherë që është shumë e rëndësishme, ne Islami na mëson të kuptojmë një realitetin e kësaj dhunjaje. Kjo është një pikë shumë e rëndësishme, në mënyrë që mos kemi pritshmëri nga kjo botë, nga kjo jetë, të cilat nuk t'i ofron kjo dhunja, pra kjo botë. Thënë ndryshe, ne Islami na mëson që ne të mos ja urojmë vetes tonë vështirësinë, sprovën, sikletin apo fatkeqësinë. Përkundrazi, ne t'i lutemi Allahut të lartësuar duke i thënë me atë lutjen shumë të bukur dhe domethënëse, o Allah na jep të mira në këtë botë, të mira në botën tjetër, dhe na ruaj nga përfundimi i keq apo na ruaj nga dënimi i zjarrit. Pra kjo është një lutje që vlen ta përsërisë çdo besimtar her pas here. Po, nga lutjet më të rëndësishme. Gjithëpërfshirëse. Vetë Allahu na ka mësuar. Pra është një lutje që Zoti na thotë mu lutni me këtë lutje. Pra, madje profeti alayhis salam thotë në një thënie të tij, pas besimit nuk i është dhënë diçka më rëndësishme dhe më madhështore dikujt se sa shëndeti dhe se sa të qenurit i çliruar nga sikletet, nga sprovat dhe nga vështirësitë. Kjo është pika e parë shumë e rëndësishme. Pra ne i kërkojmë Allahut të lartësuar që të jemi mirë në komoditet, në mirëqenie dhe larg vështirësive dhe sprovave në jetën e kësaj bote. Mirë, po nga ana tjetër besimtari, muslimani është i vetëdijshëm që dhunjaja nuk të mundson gjithçka që robi dëshiron. Dhe vetë Zoti i gjithësisë na ka lajmëruar që e ka bërë të dhunja të mangët, me shumë mangësi, sepse dëshirojnë që robi të ketë zemrën gjithmonë dhe mendjen të lidhur me atë që është e përhershmja, e përsosura dhe që është përjetësia në xhenet. Dhe nëpërmjet mangësive të dhunjas ne kuptojmë edhe realitetin e përsosmërisë së xhenetit dhe të botës tjetër. Për këtë arsye besimtari i qaset kësaj dhunjaje me shumë fuqi, me shumë forcë dhe me shumë gatishmëri. Kjo është pika e parë dhe që është shumë e rëndësishme. Në momentin pastaj kur Zoti i lartësuar përzgjedh dikë dhe sprovon në një sprovë të caktuar, qoftë në jetë, në shëndet apo në pasuri, atëherë duhet të bëhet i fortë përsëri me Allahun, sepse pa Allahun nuk përballohen sprovat dhe nuk përballohen vështirësitë. Pra nuk janë zgjidhje, po themi këto orientimet e tjera tek gjërat që sjellin fat, gjërat që largojnë fatin e keq, ku diun, bestytit kryesisht. Dhe kjo është pika e tretë dhe shumë e rëndësishme që dua që ta theksoj, pra por që edhe një fjali dhe kjo pika e dytë që ne direkt orientohemi nëse kemi një siklet supozojmë fizik apo trupor, direkt pyesim kush mjeku më i mirë, ai më specialisti në lidhje me problemin që ne kemi. Ai që e njeh më mirë problemin. Ai që e njeh më mirë problemin. Dhe ai që të jep edhe zgjidhje. Kjo natyrshëm qarkullon për shkak tek njerëzit. Edhe në momentin që na ka rënë një vështirësi apo një siklet, duhet jemi të kthjellët, të qartë, themi, ore, kush është ai i cili ne na bën atë, na jep atë zgjidhjen. Dhe Allahu i lartësuar na ka lajmëruar sepse se çdo gjë që na rrethon prej sendeve, qoftë dhe prej njerëzve, nuk të mundson dot as shërimin, as mirësinë, as sikletin, as largimin e sikletit pa lejen e të Madhërisht, pa Allahun e lartësuar. Prandaj prej Allahut të lartësuar vjen sprova dhe vështirësia, ai e jep dhe zgjidhjen. Prandaj të shkruarit dhe të kërkuarit të zgjidhjes dhe të problemit tek fallxhorët apo tek magjistarët është një mund dhe është një energji e shpenzuar kot.
pa pikën e përfitimit. Dhe Allahu i lartësuar ne na kërkon që nëpërmjet këtyre dispozitave dhe orientimeve ne ta lidhim zemrën vetëm me Zotin e gjithësisë. Prej tij buron e mira, edhe nëse ka goditur sikleti dikë, përsëri duhet ta lidhë zemrën me Allahun e lartësuar dhe vetëm prej tij vjen shërimi dhe zgjidhja e problemit. Një pjesë si thash bashkojnë mes besytnive dhe mes besimit gjithashtu. Pra, dëgjojnë se Ramazani është mirësi për Zotit, ka mbarsinë e të, ka begatinë e të dhe agjerojnë. Po paralelisht dëgjojnë se dikush tjetër fton për një lloj besytnie, një lloj vendi, ku diun, që konsiderohet i shenjtë apo që ka mrekullinë e të dhe me këtë logjik si thosh bashkon midis këtyre. Si është besimi i këtij personi? Çfarë duhet të rregullojë dhe çfarë duhet të qartësojnë veten e vet një personi i tillë? Unë jam bindur që një prej elementëve që e ka të cënuar shumë cilësinë e jetës së njeriut janë pikërisht besytnit. Njeriu do të jetojë shumë i lumtur, shumë i çliruar, nëse është i çliruar krejtësisht nga besytnit. Pra është pak e dhimbshme të shohësh një njeri që i ka dhënë Zoti i lartësuar shumë logjik dhe shumë aftësi, që të jetë i mbërthyer fort pas ekranit për dëgjuar për shembull horoskopin. Çfarë thon yjet për të thon. Apo ta lidhi të ardhmen e tij apo fatin e tij pikërisht me parashikimet që mund të vinë prej sendeve të caktuar apo prej njerëzve të caktuara. Islami e ngrin njeriu në një nivel më të lartë, shumë më të lartë. Në momentin që e orienton pikërisht tek Zoti i lartësuar. Dhe një prej vërtet ne agjërojmë muajin e begatë të Ramazanit dhe një prej shkaqeve pse agjërojmë është që Zoti i lartësuar na bëjë mbar dhe mirë dhe suksesshëm në jetën e kësaj bote dhe na çlirojë nga vështirësitë dhe nga problemet. Po nga ana tjetër, kjo mbarësi nuk mund të gjendet dhe nuk mund të konstatohet aty ku nuk e ka caktuar Zoti i lartësuar. Allahu që ka krijuar sendet, Allahu që ka krijuar të dunja, ai e përcakton se çfarë bën dobi dhe çfarë nuk bën dobi. Pra janë të përcaktuar apo themi gjërat e duhura, gjërat e dobishme, gjërat ku ka apo themi bereqet dhe gjërat në të cilat janë dhe ndoshta të ndaluara. Absolutisht, dhe kjo nuk vjen me hamendësime. Dhe kjo nuk vjen kjo vjen vetëm prej Zotit lartësuar. Dhe për këtë arsye formula që ka besimtari në lidhje me këtë çështje dhe me këtë qasje është shumë e thjeshtë. Aty ku Zoti na ka lajmëruar se është e dobishme dhe të bën dobi dhe është fat, aty besimtari është më shumë fort. Aty ku nuk ka një lajm nga Zoti se një send i caktuar apo një fenomen i caktuar të sjell dobin, energjia e shpenzuar aty është kot. Ndërkohë ju thatë se ne lutemi për begati, lutemi për mirësi, mirë po shpesh Zoti na përzgjedh për të na spravuar, gjëra që ndoshta në pamje të parë nuk na pëlqejnë. Dhe kuptova se ju thatë se në to Zoti përzgjedh dhe ka, po themi, urtësinë e vet, pse ndodh ajo vështirësi ose ajo sëmundje ose ai siklet. Si ti te kalojmë vështirësitë në atë lloj forme që të kuptojmë urtësitë dhe dobit dhe këto vështirësi të mos na largojnë nga Zoti, sepse tham kur jemi me Zotin ndihemi shumë mirë, po ndoshta këto sëmundje, këto problematika mund të na largojnë nga Zoti. Unë mendoj që elementi i parë, kryesor dhe shumë i rëndësishëm është që të jemi të përgatitur. Pra, është një citat në Kur'anin famëlar që ndoshta e kanë quajtur edhe citati i cili i ekuilibron shumë mirë dhe saktë ndjenjat, emocionet dhe jetën e njeriut. Dhe është si një kurr përkundër depresionit, pse jo, thon. Likej la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Mos i merrni për të rënda shumë, thot Allahu i lartësuar. Pra mos u ngarkoni shumë emocionalisht, qoftë në momentin e gëzimit, po qoftë dhe në momentin e hidhërimit, në momentin se si i qaseni fatkeqësisë, por edhe gëzimit. Pra të jemi të ekuilibruar dhe të mos mahnitemi kur ndoshta jeta ndryshon për mirë, ekstremisht dhe të mos dëshpërohemi ekstremisht kur na bën. Dhe kjo vjen në momentin që ne njohim shumë mirë realitetin e kësaj bote. Kjo është pika e parë shumë e rëndësishme. Të jemi të përgatitur. Pra siç jemi të përgatitur dhe shumë shpresplot se Zoti i lartësuar do na mbulojë me mirësitë e tij dhe pas vështirësisë apo bashkë me vështirësinë është lehtësimi, ashtu të jemi përgatitur që nuk është çudi që edhe gjendja mund të ndryshojë dhe nga momenti në moment njeriu mund të përballet me një vështirësi, me një siklet. Kjo e para. E dyta, direkt në moment ne karikohemi me shumë shpresë dhe me shumë bindje se Zoti i lartësuar do na nxjerr nga kjo situatë. Dhe treta dhe shumë e rëndësishme është që nuk do të fokusohemi vetëm tek problemi. Ka për njerëzve të cilët në momentin që i godet një fatkeqësi, një sprovë apo një vështirësi, i harrojnë mirësitë e shumta të Zotit të lartësuar që ndoshta ai lundron në këto mirësi.
por përqendrohet dhe fokusohet vetëm tek vështirësia që i ka rënë. Në moment, ne Allahu i lartësuar na kërkon që në momentin që goditemi me një vështirësi të mos harrojmë shumë mirësi të tjera që Zoti i lartësuar na ka mbuluar. Pastaj tek e fundit profeti alayhis salam thotë çështja e besimtarit është e çuditshme, është e mahnitshme, sepse di se si i menaxhon dhe se si u qaset të gjithë situatave që ai përballet. Nëse i vjen një mirësi prej Zotit, ai ja dedikon Allahut dhe falenderon atë. Nëse i vjen një vështirësi, është durimtar dhe pastaj mobilizohet për ta kaluar dhe për ta kapërcyer këtë vështirësi përsëri me Zotin e lartësuar. Ndonjëherë qasjet materialiste hyjnë aq thellë sa ndoshta kontaminojnë edhe qasjen e besimit. Dhe ndodh shpesh që kur jemi në mirësi të mëdha, në begati të mëdha, nuk e ndjejmë shumë të nevojën për të kthyer tek Zoti, për të penduar, për të kuptuar që jemi të mangët, për të kuptuar që ndoshta e teprojmë ndonjëherë, që ndoshta jemi dhe gjunafçar, sepse duket sikur jeta po na ecën shumë mbar. Pra, nëse vazhdoj kështu siç jam, edhe pa agjëruar Ramazanin, edhe pa i përgjigjur ezanit, duket sikur gjithçka po shkon mirë. Si ti jemi me Zotin, atëherë kur ndoshta kurthi na thotë se nuk ka nevojë për asgjë tjetër, je shumë mirë kështu siç je. Dhe kjo është pika më delikate. Dhe ky është ndoshta edhe momenti më i vështirë për tu menaxhuar. Sepse është normale dhe ndoshta deri diku është e thjeshtë që njerëzit të kthehen tek Zoti i lartësuar në momentin që i gjejnë ato dyert dhe portat e dunjas, të botës të mbyllura. Në momentin ku shikon rreth e përqark dhe nuk ka gjetur zgjidhje dhe pastaj çon atë kokën lart, e ngre kokën lart dhe thotë o Zot, dhe kërkon. Dhe kërkon atë si thua, atë zgjidhjen e problemit. Mirë po, në momentin që njeriu është i rrethuar me mirësi, dhe në momentet të caktuara mendon edhe sikur është i pavarur dhe i panevojshëm për Zotin e lartësuar, kjo është dhe frika që mund të harroj Allahun e lartësuar. Prandaj dhe profeti alayhis salam u drejtohet një ditë besimtarëve duke u thënë, nuk është fukarallëku apo nuk është varfëria ajo që i friksojmë më së shumti për ju, por është diçka tjetër. Është momenti kur do t'ju hapen portat dhe dyert e kësaj dunjaje, do t'ju begatojë Zoti i lartësuar me mirësi të shumta, pastaj ju do të rëndni, do të garroni dhe do të jeni të zhytur në këto mirësi dhe të harroni Zotin e lartësuar. Mirësitë shpesh mund të jenë një lloj kurthi që duhet patur vetdijen e plot se mund të na largojnë nga ajo që është dobësi reale e jona dhe nevojë për Zotin. Fiks. Por në këtë moment njeriu është po aq i nevojshëm për Zotin e lartësuar sa është edhe në momentet kur është nevojtar. Prandaj dhe profeti alayhis salam thotë lidhni, izoloni, përvetësoni ato mirësitë e Zotit të lartësuar që ju ka dhënë me shukër, me mirënjohje dhe me falënderim. Pra ne jemi shumë nevojtar për Allahun e lartësuar që Zoti i gjithësisë na mbuloj me mirësitë e tij, por vazhdojmë të jemi nevojtar për Allahun në mënyrë që këto mirësi të jenë të vazhdueshme dhe të mos jenë thjesht në fragmente të caktuara apo mos jenë thjesht sezonale. Prandaj njeriu nuk ka ndonjë moment, nuk ka ndonjë çast, nuk ka ndonjë fazë të jetës që nuk ka nevojë për Zotin e lartësuar. Besimtari i mençur e kupton diçka të tillë. Dhe kemi një rast shumë të lezetshëm nga Kurani famullar, pikërisht Sulejmani alayhis salam. Sulejmani Allahu i lartësuar e përzgjodhi dhe bëri profet dhe mbret dhe i dha çfarë nuk i kishte dhënë askujt dhe s'ka për t'i dhënë askujt prej njerëzve. Dhe sa herë që i vinte një mirësi prej mirësive madhështore të Zotit të lartësuar, ai e kuptonte dhe thoshte kjo është sprov për të dëshmuar Allahu, do jem falënderues apo do të harroj atë apo do të mohoj mirësitë e Zotit të lartësuar. Dhe i shtoi akoma më shumë mirënjohja dhe afrimiteti tek Zoti dhe falënderimi për Allahun e lartësuar. Dhe i tillë duhet jetoj besimtari. Konceptet fetare, moralet e fesë, kuptimet e fesë transmetojnë natyrshëm nga brezi në brez dhe historikisht kështu ndodh me çdo lloj shoqërie, pra çdo lloj po themi vlerë dhe virtyti që ka e transmeton po themi natyrshëm tek fëmijët. Mirë po ne kaluam një periudhë ateiste, komuniste për 40 vjet ku bën një shkëputje rrënjësore radikale me fen, ku pothuajse së paku 2 breza u lindën dhe u rritën në laboratorin e ateizmit komunist. Dhe prandaj gjejmë njerëz sot të cilët pothuajse nuk kanë asnjë informacion mbi fen, mbi besimin. Pothuajse nuk dinë asnjë gjë mbi nevojën e tyre që kanë për Zotin. Gjë e cila është e panatyrshme në historinë njerëzore. Po themi feja në një farë mënyrë mbas viteve 90 ka filluar nga zero gjithë aktivitetin e vet dhe shumë çka është rekuperuar nga i dëm që solli komunizmi. Po sa rëndësishme është vetdia për të transmetuar edukatën fetare tek brezat e ri, ato vlera, ato virtyte, ato parime që nuk mund t'i gjejnë askund tjetër për t'i marrë përdore fëmijët tanë dhe për t'i bërë pjesë atmosferës Ramazanit apo dhe po themi kuptimin fetare në përgjithësi. Shumë e drejtë ajo që ju e lartë përmendët, për të kuptuar se sa rëndësishme është që të transmetojmë vlerat dhe virtytet fetare
dhe formimi fetar tek fëmijët, duhet të kthehemi edhe një herë dhe të kuptojmë se sa i rëndësishëm është feja, formimi fetar, mesazhet që transmeton Islami, të jetuarit me Zotin lartësuar. Pra në momentin që e kuptojmë se sa rëndësishëm është dhe çfarë revolucioni për mirë i bën njeriu, çfarë individ të shëndosh, produktiv, të dobishëm për shoqërinë, pra nxjerr Islami, atëherë e kuptojmë edhe se sa rëndësishëm është që të vazhdojë dhe të transmetohet formimi dhe virtytet dhe moralet e larta tek fëmijët. Aq më tepër në këtë kohë dhe në këtë periudhë ku jeta është bërë shumë dinamike, ku siç është edhe shumë prezente dhe aksesi për tek e mira është shumë i lehtë dhe shumë i thjeshtë, ashtu është dhe aksesi për tek e keqja, duke filluar që nga veset dhe nga ato si thua normat negative të cilat janë sot prezente në shoqëri, pra të jetuarit me Zotin apo të paturit një formim fetar dhe të ndërtuarit një brez, duke filluar nga fëmijët dhe nga të rinjt, që janë të ushqyer dhe të furnizuar me normat dhe me virtytet e larta morale dhe fetare, është një domosdoshmëri. Të paktën kështu e shohim ne, është një domosdoshmëri. Sepse është shumë e thjeshtë që të bësh dallimin mes një shoqërie e cila ka baza fetare, janë besimtar, ka një formim fetar dhe një shoqërie e cila nuk e ka diçka të tillë. Mjafton të shohim se çfarë qasje kanë me jetën, se çfarë qasje kanë me vlerat, se çfarë qasje kanë me familjen, me prindrit, me ndërtimin e familjes, me bashortën, se çfarë qasje kanë me detyrat dhe përgjegjësitë që kanë, se çfarë qasje kanë me komunitetin, në veçanti me kategoritë e brishta dhe delikate që kemi ne në shoqëri, me njerëzit të cilët janë në nevojë, se çfarë qasje kanë edhe në raport me me si e shohin tjetrin, ndoshta edhe atë që është ndryshe. Besimi dhe formimi fetar e ndryshon krejtësisht për mirë njeriu. Dhe të paktën unë flas edhe nga përvoja personale, duke parë edhe se çfarë ndryshimi ka bërë me fjalë me njerëz, me individ dhe me bashkësinë që unë drejtoj apo të paktën si thua përpiqem që t'i transmetoj këto vlera, duke filluar që nga fëmijët të rinjt, por jo vetëm, shohim që njerëz të cilët ndoshta nuk kanë patur busull në jetë, nuk kanë patur orientime, nuk kanë patur qëllime, sot kanë ndryshuar krejtësisht jeta atyre. Dhe nuk ka momente që i kemi shijuar më së shumtin për dishmërinë tonë, dhe që na kanë bërë të ndjehemi mirë dhe krenar, se sa momenti kur të vjen prindi me lot gëzimi dhe thot ka ndryshuar fëmia im. Dhe fatmirësisht dhe falënderimi takon Allahut të lartësuar që ky ndryshim ka ardhur për mirë në momentin që ka kuptuar se cila është përgjegjësia e këtij fëmije në jetë, të cilat janë detyrat, të cilat duhet të jetë qasja me prindin, me familjen dhe kështu me radhë. Për këtë arsye, s'ka dyshim unë e shikoj se domosdoshmëri, formimi fetar, dhe është ajo që më së shumti ndoshta vuan sot shoqëria. Unë jam i sigurt që ju jepni maksimumin tuaj në mjeftimin e Sarandës për ta bërë këtë. Ndjeni nevojën që edhe institucionet e tjera duhet të përkrahin, po themi, ndoshta jo mësimin e fesë, po së paku ato vlera dhe ato virtyte të cilat ka nevojë çdo lloj shoqërie. Po edhe nëse themi mësimet e fesë, kemi plot precedent, po themi pozitiv në botën perëndimore. Austria është një prej tyre ku mësim besimi është në çdo klasë. Pra ndjeni nevojën që duhet që edhe institucionet e tjera të krijojnë më tepër hapësirë për këto, po themi, mesazhe në shoqëri. Shko, është diçka shumë e rëndësishme që unë mendoj dhe kam mendimin e mi se të gjitha institucionet bëjnë maksimumin. Pra, po të shohim të gjithë duan të mirën e fëmijëve të tyre. Të gjithë duan të mirën e shoqërisë dhe të bashkësisë, pavarësisht se secili e shikon nga ai këndi i tij dhe nga ato pikpamjet ose nga platforma që ka. Në këtë aspekt mendoj se që të gjithë bëjnë maksimumin secili në atë kuadrin e vet. A ka nevojë dhe është e nevojshme dhe domosdoshme për më shumë bashkëpunim? Patjetër, dhe unë jam i bindur që secili prej nesh ka mundësi për të bërë më shumë, qoftë në aspektin individual dhe secili aty në atë projektin e tij dhe në angazhimin e tij, por që ajo që më së shumti kemi nevojë është edhe për sa i përket edhe koordinimit dhe bashkëpunimit. Pra kemi nevojë që të shpëtojmë shoqërinë, të shpëtojmë familjen, të shpëtojmë fëmijët, rinin nga veset, nga problemet e shumta që janë sot. Dhe për këtë gjë na duhet ndihma të gjithëve. Pra na duhet një platformë, na duhet një bashkëpunim, na duhet një plan i qartë. Në këtë aspekt, mbase nuk kemi bërë maksimumin, por unë jam i pari që nuk kam bërë maksimumin në lidhje me këtë gjë. Dhe shpresoj që inshallah një ditë, shumë shpejt, pse jo, ta kemi edhe
këtë koordinim, këtë bashkëpunim dhe këtë platformë të përbashkët. Mbyti shumë suksese në punën tuaj. Unë falenderoj për këto fjalë, për modestinë tuaj me të cilën e mbyllet këtë takim. Zoti shpëlef me të mira. Allah nderoft, faleminderit. Miq, këto ishin minutat e takimit sotëm. Kjo ishte koha për sot, po koha e Ramazanit vazhdon, kështu që ju le në kohën më të mirë që është koha e Ramazanit për ta shfrytzuar edhe më tepër. Do të jemi sërish nesër së bashku, kalofshi sa mirë.